Problemi I ujit, a them publikisht dhe sipas konstatimeve që është bë, problemi I ujit është ka qenë shumë më herët. Dhe për fat keq, kjo ka qenë e fshehtë. Tani qytetarët nga ardha ime dhe ta kenë këtë informat publike. Ju garantoj që kjo gjendje që është, ka qenë edhe para 2 vite, edhe para 5 vite, edhe para 10 vite. Për fat keq, qytetarët nuk e kanë ditë të vërtetën. Nga sot, ose nga 15 ditë më herët, qytetarët e dinë se problemi është zhvilluar, është bërë, është akumuluar me vite të tëra, dhe për fat të mirë nga kjo e keqe, tani kemi marrë masa. Kemi marrë masa për të përcaktuar zonën e sigurisë, kemi marrë masa, kemi bërë kërkesë që të shfrytëzohet uji I komunës së Strugës në mënyrë ligjore, kemi marrë masa edhe nga ekspertë të cilët I kemi raportet të cilët do t'u japim edhe ju të shihni se si ka ardhur te kjo gjendje. Shpresoj që është uji për përdorim teknik, por ne duam që të jenë qytetarët 100% të sigurt për ta shfrytzuar për pije.